Kryetar të një sulmi të gjithanshëm medial ndaj qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti. Kjo ofensivë nuk është e izoluar dhe nuk është vetëm produkti i pakënaqësisë së përkohshme. Ajo është pjesë e një përpjekje të gjerë dhe të organizuar për të arrëzuar ose dëmtuar rënd legitimitetin e një qeverie që pavarësisht kritikave vazhdon të ruajë mbështetjen më të madhe popullore në historinë e pasluftës në Kosovë. Mediat kryesore, shumica prej tyre të lidhura me struktura të vjetra politike apo dhe financare, ka ngritur një fushatë të koordinuar që synon të paraqesë qeverinë si të izoluar ndërkombëtarisht, të paaft ekonomikisht dhe të konfrontueshme me aleatët. Këto media që për vite kanë funksionuar si zgjatim të partive politike apo bizneseve të privilegjuara, nuk reagojnë vetëm ndaj veprimeve të qeverisë, ato krijojnë një realitet alternativ ku çdo vendim shtetëror për studim të ligjit paraqitet si krizë dhe çdo aksion kundër informalitetit si agresion ndaj biznesit. Protestat e organizuara nga oda ekonomike së fundmi nuk ishte një revolt spontane e sektorit privat. Ishte një shfaqje një aleance të heshtur midis grupeve të interesit që kanë humbur pushtetin ekonomik dhe politik dhe që tani kërkojnë destabilizimin e qeverisë përmes presionit publik. Asnjëra nga kërkesat e protestës nuk kishte karakter urgjent, por koha e zgjedhur, mënyra e organizimit dhe përkraja mediale e tregojnë qartë qëllimin: krijimin e një ambienti ku vetë qeveria duket e izoluar dhe e dështuar. Qeveria e Kurtit ka mbajtur qëndrime të qarta në raportin me dialogun me Serbinë dhe reciprocitetin. Ajo ka prodhuar tensione me faktorë ndërkombëtar, veçanërisht me ata që parapëlqejnë stabilitetin me çdo kusht. Por nëse BE-ja ka treguar shenja nervozizmi, raportet me SBA nuk kanë postuar ndryshime substanciale. Megjithatë, grupet që dëshirojnë rrëzimin e Kurtit e shfrytëzojnë këtë terren për të krijuar narrativën se Kosova është e izoluar për fajin e tij. Ky sulm i shumëanshëm synon të minojnë kredibilitetin e qeverisë përpara çdo protesti zgjedhor, të rikthejnë në lojë strukturat e vjetra politike dhe ekonomike, të cilat kanë humbur ndikimin pas 2021-shit, të ndikojnë në politikën e jashtme të Kosovës, duke e protetizuar qeverinë aktuale si pengesë për integrim. Pra nuk kemi të bëjmë me një debat të shëndetshëm demokratik, kemi të bëjmë me një fushatë orkestruar ku media, biznesi i privilegjuar dhe opozita bashkëpunojnë për të rikthyer vendit një rend të vjetër, të dështuar, ku pasuria dhe politika ishin të kapura. E vërteta është që për herë të parë në shumë vite në Kosovë ka një qeveri që nuk i nënshtrohet as elitave të vjetra politike, as grupeve të fuqishme ekonomike, as shantazhit mediatik. Kjo e bën atë të papërshtatshëm për shumë kënd, por pikërisht për këtë arsye ajo përbën një rrezik real për statusin kuat të vjetër. Përballë këtij sulmi, qytetarët duhet të ruajnë qetësinë dhe të shohin përtej tymnajës që po krijohet, sepse për herë të parë në shumë vite, lufta për të ardhmen e Kosovës nuk zhvillohet vetëm në kuvend, por dhe në faqet e gazetave, në studiot televizive, në zyrat e odeve dhe në bodrumet e interesave të fshehur.